La ilaha illallah. E çfarë kimeti ka pasunia nëse nuk kënaqesh me ta. Për ata njeriu për veti, për nimetin e Zotit, sado që bën masraf, ama që i han, që i përdor, që shfrytëzon, nuk është e nënçmuar. Këta vojnë. Këta nuk din me di lezetin e dunjas. Smuj, ta mashallah smuj, kapratësia smuj, pejgamberi lut, o Zot, ruam për këtë saj cilësie. Njerëzit tahmaqar, kaprac, dorështrënguar, janë të nënçmuar në Islam. Është cilësi e nënçmuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur në namaz, madje në namaz. Mes dua që ka bo, alaihi salatu wassalam, dhe na ka mësuar neve të lutemi, wa a'udhu bika Allahumma, a'udhu bika min al-bukhli wa ash-shuhhi. Dyjat janë të mashallok. Shuh është më aron se bukhl. Shahih është ai që edhe vetë që hanë kujtohet 2-3 herë. Edhe për vetë që ka hanë kujtohet 2-3 herë. Ke po të njerëz, ajo drogë 4 herë, po shumë mirë tha, kësë një dinar 4-5 herë. Për veti. A, milionat i ka. Milionat i ka. La ilaha illallah. E çfarë kimeti ka pasunia nëse nuk kënaqesh me ta. Sigur se një kartë mirë e ke ble, edhe veç e në kësyrë në shëndëbër, e lanë, pasën, himra në rëmpak del. Ty, nuk bëm e dhezë. E që për vynaj, për në ka qakt pula për aty, besans për vynë. Ja, vallaj, se më stash për zësht e kjerën e mirë, e shpinë e mirë. E që për vynë. Që për vynë, la ilaha illallah, që ka të vynë? Pra ki milionat. Për vetë hanë për këthat, e kësyrë një dinar, të lënë 4-5 herë, një era, matësh, e që matësh, shqitore, a ka hala më lirë se një era, a ka 50 cent. Po më në edhe për tjertë. Sa një era që 2 era. Kër të ashet një era në sen e ka 20 cent këtimin. 20 cent. Kër të ashet në era në sen e ka 1 era këtimin. Po jep edhe një. Jep e nëmën sadakas. Dhe që ki shumë, dhe të më dha sadaka. Për ata njeriu për veti, për nimetin e Zotit, sado që bën masraf, ama që i hanë, që i përdor, që shfrytëzon, nuk është e nënçmuar. Dhe nuk quhet masraf. Pra, nëse 10 lloj ushqime që jesën përpara, e ki shërptorin,